Në kuadër të kolonisë ndërkombëtare të piktorëve Ditët e Mios, që është duke u mbajtur në qytetin e Korçës, u zhvillua një takim i hapur me temë arti si një nga format e bashkëpunimit rajonal. Në këtë aktivitet morën pjesë piktorë nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë, të cilët ndanë përvojat dhe mënyrat se si arti mund të shërbejë si urë komunikimi mes kulturave. Qëllimi i kësaj nisme është të afrojë artistët nga vende të ndryshme përmes dialogut dhe krijimtarisë, duke kthyer artin në një gjuhë të përbashkët bashkëpunimi dhe paqeje. Qëllimi i kësaj, siç e thash, ishte bërja artistëve bashkë, me idenë që të afrojmë vendet tona, të cilët ndajmë kufit, siç është Maqedonia, Kosova, Malizi, edhe artistë nga Serbia, nga Bosnia-Hercegovina. Sigurisht, arti është një gjuhë e veçantë. Nuk është si gjuha që flasim ne. Artistët shprehen me të brendshmen e tyre. Dhe kjo e brendshme është tepër personale. Por duke u bërë bashkë, ata fillojnë të ndajnë këtë të brendshme edhe me kolegët e tyre që vinë nga vende të tjera. Takimi u zhvillua në Galerinë e Arteve Digjitale, ku artistët nga e gjithë bota patën mundësinë të vizitojnë dhe të njihen me një nga ekspozitat që janë pjesë e saj.